Një 45 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Tiranës pasi u kap në posedim me një armë zjarri pa leje dhe sendeve të tjera të palishme. Shtetësi Klodian Dhima, banues në Tiranë, u arrestua pas një operacioni të mirë organizuar nga specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë nr. 6. Operacioni u zhvillua në kuadër të punës së vazhdueshme për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armëmbatjes pa leje. Policia kishte siguruar paraprakisht informacione operative se Dhima mbante armë dhe sende të palishme në garazhin dhe banesën e tij në rrugën Teodor Keko. Gjatë kontrollit të ushtruar në garazh dhe në banesë, shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri tip pistolet të modifikuar për të vendosur silenciator, një shkop gome të ngjashëm me atë që përdor policia, si dhe një shkop bejsbolli. Të gjitha këto u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Pas arrestimit, material procedurale u referuan në prokurorin para gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme ligjore. Policia e Tiranës thekson se do të vijojë kontrollet intensive dhe operacione të njëpasnjëshme për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, duke bërë thirrje për bashkëpunim qytetarëve që të raportojnë çdo rast të veprimtarisë së palishme.